طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri i Sheikh Ibn Bazit rahimahullahu taala. Kemi arritur tek abdesti, kemi treguar kushtet e abdestit. Kushtet e abdestit, siç e kemi sqaruar vllazni, kanë të bëjnë në kushtet paraprake, apo para se njeriu me marr abdest. Edhe i kemi trajtuar disa pika, kemi thonë është Islami. Një person i cili nuk është musliman, sado që merr abdest, ai nuk e ka në rregull, me një aspekt nuk i pranohet abdesti. Mas pari duhet ai me shpreh shahadetin, me hin Islam, pastaj me marr abdest. Një prej kushteve të pranimit të abdestit është Islami, apo me qenë musliman. E dyta, logjika e shnosh, me qenë i logjikshëm. Nëse është i çmendur, disa prej ulemave kur i kemi trajtuar, kanë thonë që ata personat të cilët aq shumë kanë vezvese, kanë thonë ulemave, kanë thonë përgjigjes, çka do të bën veç merr abdest falo. Sepse janë të arsyetuar. Logjika është shumë më rëndësi për çështjen e abdestit. E treta, thotë është mosha e pjekurisë, fëmia normalisht mësohet për me fal namazin, mirë po, nëse gabon nuk është problem. Është 2-3 vjeç, 4 vjeç, merren në xhami, le të falet bashkë me ty, le të mësohet, le të shet xhamatin apo vllaznit që po falin, çfarë do mënyre që e merr abdestin derisa të mësohet nuk është problem. Sepse nuk shkruan lapsi për fëmijët, apo derisa hyn në bylyk. Edhe hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam që thot urdhnoni fëmijët tuaj në moshën 7 vjeçare me fal namaz, urdhnoni nuk do të thonë urdhër në obligueshmëri. Nuk ka obligim fëmia 7 vjeçar. Sepse nuk është ngrit lapsi. Po edhe në moshën 10 vjeçare, që ka në hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam rrihni jo me grushta, mos keq kuptohet. Po është domethënë thjesht një lloj rrahje shumë e lehtë apo të prekje me një aspekt që me një fajin fëmia, po prap në moshën 10 vjeçare nuk është obligueshmëri namazi për të, derisa të hyjë në bylyk. Bylyku varet, disa prej mëdhëbeve kanë thonë moshën 15 vjeçare. Disa kanë thonë edhe më herët, varësisht prej personave. Kemi na fëmijë që piqen më herët. Po kemi që bëhet 5-16 vjet hala fëmijë është. Në mend të fëmijëve që thënë, po. Pastaj pika tjetër është niyeti, normalisht duhet me pas niyetin, çka jetu bo. Niyeti ku është? A duhet kur të shkon ti para çeshmës me marr abdest, pe bën niyet me marr abdest kështu. Jo, s'ka, nuk ka argument për këtë. E bën niyetin me zemër. Niyeti është në zemër. Kur ti shkon te çeshmja me marr abdest, ç'kjo është niyeti? Niyeti është edhe me namazin. Nuk ka nevojë si disa që i shohim para se me ngrit tekbirin pe bëj niyet mu fal pas ti imami farzën e drekës u ktheva ka kiblet gjitha këto nuk i ka bë pejgamberi alayhis salam. Vet ecja jote vllai jam deri në xhami, çka aludon? Aludon që ti po shkon në xhami me fal çat namaz. Edhe vet menja ti sado që e thu me gjuhë pe fali një namaz caktuar, nëse menjen e ki për një namaz tjetër, ai namaz nuk të pranohet si namaz i qasaj kuhe. Për atë arsye ulema e kanë thonë, nëse me vetdijet plot, me këmbgulje, e ki bindjen që du me prish agjërimin edhe nëse nuk kanë të prishet agjërimi. Sepse me niyet ke fillu, dhe me niyet prishet. Edhe nëse nuk e ki prish me ujë apo me ushqim, po thjesht e ki bindjen unë që tash pe prishi. S'tu mundsu me prish, ti e ki prish. Sepse është me niyet, është me bindje. Njëjta gjë është edhe me çështjen e namazit që nuk kemi nevojë na me shpreh me gjuhë, bile dietarët kanë thonë që është bidat, apo. Dhe thotë këtë si qëllim mos ndërprerjen e abdestit derisa të plotësohet pastërtia e tij, domethënë në vazhdimsi me përdor, jo për shembull i lajt e durt, prit tash mas 5 minuta ku met çeto, hajde tash po fillojmë prej aty. Jo, domethënë duhet në vazhdimsi, ndërprerja që e detyron abdestin, pastrimi me ujë ose gur para abdestit, pastërtia e ujit, në përgjithësi këto i kemi trajtuar. Sonte i kemi obligimet e abdestit. Ato ishin kushtet. Ne i kemi trajtuar në dersit e kaluara kushtet e namazit. Kushtet e namazit, shtyllat e namazit,
obligimet e namazit, synetet e namazit, tash kemi tek abdesti. Tash I kemi obligimet e abdestit, janë 6 vllazni. Janë 6 obligimet, apo siç thon farzet. Farzet e abdestit, pa të cilët nuk qëndron abdesti, nuk ki abdest nëse nuk I qënë në vend qëto farze. E para është larja e fytyrës. Larja e fytyrës. Kur të ngriteni për namaz, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, thot faghsilu wujuhakum, lani fytyrat tuaja. E bukur. Na jet, a ka goja dhe hunda? S'keni me gjetë. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Pastaj thot dur deri mbryla. Hiqet prej fytyrës drejt shkon te dora. Tash është obligim goja dhe hunda. Me thebi Hanefia ka që nuk është obligim. Pse? Sepse thot ajeti është I qartë. Allahu po thot fytyra. U kry puna. Mirë. Çta jetë? Kush e komenton vllazni? Hadithet e pejgamberit alayhis salam. Në hadith ka ardhur thot Muhamedi alayhis salam, goja dhe hunda janë prej fytyrës. Andaj, edhe pse Allah subhanahu wa ta'ala thot fytyra, brenda fytyrës çka hen? Goja dhe hunda. Dhe këtu I bie që edhe goja, edhe hunda është obligim. Nëse nuk e lën gojën dhe hundën, I bie që nuk e ki çunë në vend një vajib të Allahut, një farz të Allahut subhanahu wa ta'ala, nëse marrim komentin nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e kemi duart deri në bryl. Deri në bryl. Një sahabi, subhanallah, për me qenë ma I përpikt në një çështje e ka tepru. Sa që për ti bryleve I ka la dhe nërë durt. Kredi ka la. Atë shumë I ka la që me marrë shpërblim ma shumë. I qëti haditi. Mirë po esenca është që duhet mi la durt deri tek bryli. Edhe njëherë, në fillim, para se me marrë abdest, themi bismillah. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, nuk ka abdest pa bismillah. Nuk ka abdest pa bismillah. Dhe nuk ka namaz pa abdest. Ju tregoj një hilaf të vogël, një mosmarrëveshje të vogël mesin e dietarëve. Mesin e Sheikh Albanit dhe Sheikh Uthayminit rahimallahu ta'ala. Sheikh Uthaymin thot, hadithi pejgamberit alayhis salam nuk ka abdest pa bismillah, dhe pastaj vazhdon thot nuk ka namaz pa abdest. Pjesa e parë thot është sunet, dhe pjesa e dytë thot është obligim. Apo është kusht me një aspekt. Bukur. Qysh me bë dallimin, pse e para sunet e dyta kusht apo obligim? Sheikh Albani thot, e njëjta fjalë është, e njëjta narrativ, I njëjti urdhër. Thot, s'ka abdest pa bismillah. Dhe e dyta thot, s'ka namaz pa abdest. Pse te e para ka abdest pa bismillah dhe te e dyta s'ka namaz pa abdest? A pe kuptani? A është e qartë? Sheikh Albani thot, qyshje te e dyta edhe te e para do të më konë. Sheikh Uthaymin thot, te e para është sunet, te e dyta është thot wajib. Al-muhim, çështja është e do më thonë hilaf mesin e dietarëve në këtë mesele dhe dine vllazni, përderisa ju jeni xhamatli që I ndiqni derset, që I ndiqni ligjëratat e hoxhallarëve, na kemi të drejtë m'ju tregu edhe mendimet e ulemave që kanë ihtilaf, mos marrveshje, sepse nuk jeni persona apo xhamatli avam që nuk dini kur gjë hiç. Po pak a shumë jeni në rrjedha. Përderisa jeni në rrjedha, atër disa gjëra duhet mi ditë pak më shumë. Që kur tani një për shembull një methep të caktuar, kur thot kjo thot çështot, ju mos me met muaseret e na them edhe me këshyr me thon çfarë të fol për kë. Se vetë ç't mesele unë e di. Më thon për atë arsye është mirë mi ditë edhe ihtilafet mosmarrveshjet mesin e dietarëve, që mos me meti, domethënë në pozitë të palakmueshme apo. Pas larjes së duarve, pas ftyrës dhe lajrjes së duarve, atëherë kemi thot autori I librit, thot është meshi, fërkimi të gjithë kokës me duar të lagura e pjesë e kokës janë edhe veshët. Domethënë, I merr me ty dy durt, me durt e lagura dhe I vendos deri në zverk, çdo zverku, edhe e kthen mrapsht,
edhe të njëjtën kohë fillon veshin me pastru pa marr ujë të pastër. Me qatë ujë që e prek si mes të kokën, qaty e prek edhe me 2 gishta, e prek do thot me gishtin tregues e fut mrana, gishtin e madh e do thot e prek apo e pastron laprën e veshit. Që kjo është, do thot, është obligimi rreth abdestit. Pastaj thot, larja e këmbëve së bashku me kyçet e këmbëve. Kyçet e këmbëve janë, domethënë këto nalt, apo po ashtu tek larja këmbëve është një hadith i pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot mjerë për themrat për zjarmin e xhenemit. Pse vllazni, a keni vret shumica për shembull kur të marrin abdest, apo kur të marrin abdest, shumica ju ik themra me la. I lajnë vetëm gishtat, i lajnë edhe harren me la edhe themrën. E çështja është e rrezikshme, nëse uji nuk shkon te themra, ti s'ki abdest. Kur s'ki abdest, hadithi çfarë thot? S'ki namaz. Mirë, një pyetje po ju bëj unë juve. Nëse s'ki abdest dhe nuk e din që s'ki abdest, a ju pranohet namazit tek Allahu subhanahu wa taala? Po ajo. Nuk pranohet. Por arsyetohesh tek Allahu subhanahu wa taala. Domethënë nuk pranohesh, dalish në ditë gjykimit, Allahu subhanahu pyet për atë namaz. Po arsyetohesh. Edhe pse është kusht, sepse kusht i namazit është abdesti. Se dikush mund të më thonë, po se ke ditë, Allah i ta pranon. Jo, kushtin, nëse nuk e plotson kushtin, s'pranohet namazi. Por se arsyetosh, nuk dënon Allah për atë namaz. Bukur. Siç tham, është e rëndësishme mi u kushtu rëndësi, do thot shputave të këmbëve, sepse është çështje e rrezikshme. Ruajtja e radhës së abdestit. Qohet muslimani, don me marr abdest, niyetin e ka me marr abdest, si t'ja nis drejtën kom mi la mas pari. A bën kjo? Kjo s'bën. Sepse Allahu ka fillu me fytyr, duart i lani qëtë më fytyr. Nuk shkon direkt e koma, komtjen të fundit. Më thonë, e ka atë tertibin, renditjen e ka abdesti, që pa të cilën nuk pranohet. E pëlqyeshme është çka gjitha këto gjëra që i përmendëm të pëlqyeshme janë ka 3 herë me i la. 3 herë me i la. Farzi është 1 herë. Ata të cilët kanë vezvesën abdest, si lloj këshille ja u jepni që nëse i lajnë mbi 3 herë, marrin gjunat e Allah. Thuni çështu. Pse më ju thonë? Sepse është shpenzim, shpërdorim i ujit. Për mi 3 herë është shpërdorim i ujit. Po s'podia i lajta bre 1 herë, 2 herë, pak rëndësi ka. 3, 2, 1 të 3 janë të pranuara. 1 shjo farzi, 2 shjo suneti, 3 shjo suneti. Kaq. Po njënën e lajta 2 dhe 3, tjetrën e lajta 3, apo tjetrën e lajta 1, pak rëndësi ka. Edhe jam shel një dirën shejtanit alehi lane. Disa ka rëndësi vllazni menaxhimi këtyre gjërave, te disa vllazni trikut janë nisin mu fol, shumë ka rëndësi se vallahi aq i sheh, çaq fuqishëm lun shejtani alehi lane me vezveset e tij, lun si maca me minin. Si maca me minin. Që kur të kfjellohet i tilli, mastaj thot pive çfarë vezvese të kota, subhanallahu kum pos, e i kum dhon rëndësi që atyre vezveseve. Kot. Apo. Andaj duhet mi mësu këto lojrat shejtanit që mos mu lodh, sepse kjo është një prej mjeteve sebepeve që mundohet ty me të lodh. Atë shumë, edhe me thonë, kime i tash abdest me marë gjysore 1 orë desa dalish për i vecis, leke e të marë abdestin e që. Që kjo është qëllimi shejtanit alehi lane. E kuptuam që 3 herë është sunnet, 2 herë është sunnet e pëlqyshme, dhe 1 herë është fars kret që ato qka i përmendëm. Po ashtu tash e kemi mësimin e 14, është gjëra që e bëjnë të pavlefshëm tash abdestin. Domthon të prishet, kur të prishet abdesti, nuk ki namaz, duhet me ripërsërit. Mirë, shtrohet pyetja, nëse kemi abdest, e kemi marr abdestin në namazin e drekës, pak para namazit drekës, për namaz drekës. Se kemi prish, tash dimni edhe pak, edhe mas 2 orë po vjen ikindia. Atë lejohet me marr edhe 1 herë abdest.
po du me marrë edhe një herë. Atë lejohet, ki abdest, po marrë edhe një herë. Atë lejohet, po jo, çfarë po thoni? Po, se pejgamberi sa më ka thonë, nur ala nur, dritë mbi dritë. Ki abdest, e merr edhe një herë abdestin, nur mbi nur, dritë mbi dritë. Po se merr abdestin, nuk ka problem, ki abdest. Vazhdon me fal namazin. Ka raste për shembull dikush e mon gjatë abdestin, në ora 12 merr abdest deri në 6 e mon abdestin pas një problem me domethënë me një abdest 4 namaze i fal. Apo 4 namaze i fal. Ato janë 6, siç tham, që e prishin abdestin. Në një çdo gjë që del nga 2 vendet e jashtëqitjes. Çfarë do të thoni 2 vendet e jashtëqitjes? Urina edhe nevoja e madhe. Nëse urinon personi dhe nëse ka jashtëqitje, feces, nevojë të madhe, prishet abdesti. E bukur, ç'a më bote pleqt prostata që është? Ç'a më bote ata që rrjedh tankohen, çush më ja bën këta meselen? Ulemoja kanë thonë fetfa, ka thonë se i pik, tankon i pik. Pak para se me hin namaz, merr abdest edhe vazhdon. Po ke piku e di unë i sheh brekt, apo? Qite një pallom diçka qite, edhe nuk ka asnjë problem se je i arsyetum. Ose për shembull kateterin që e vendosin ta zot. Kur je i smut, a vendosin kateterin? Po. Tu nejti hiç pa vetdia e shkon. Tash ti tamam dënjanizmu fol vetë shkon ajo. Qa ki të skia dhe arsyetim ki? Je person i arsyetum. Edhe vazhdon e fal namazin. Bile subhanallah, kesh sot e dje disa dit, një plakut për japim infuzion, ato fetfagjit i kishin thonë, mos o falti së smutje. Pse mos o fal? Po jo që s'po munëm dhe me kishë s'po munëm mi që për krevetit ku e dion, që aty në krevet falo. Hiq me sy, a mu ish mu fal? Hiq, mos lëviz, që, veç me sy. Allahu akbar, lëviz që shto, namazit zbëmelon. Te na është një fetfa e plakave, e pleqve, që përhapët, momenti kur je i smut, 2 javë ditë je i smut, s'fal namaz hiq. Mas 2 javë është i arsyetum dhe mek. Jo s'ka, në luft Allah ta ka obligu namaz. Në luft, vllazni, e kom trajtu çështjen e namazit xhenazës, një grup e falë rrin, janë 2 safa, safi i parë bjen sejdë, safi i dytë rrin kom. Armikun është e përpara. Pastaj safi i parë ngritet, ata bëjnë sejdë. Domethënë, e bëjnë që kur ta kanë përball armikun, apo? E pastaj nga safi i dytë dalin te safi i parë, në fund rrin krejt bashkë dhe japin selam te 2 parë. Domethënë, armikun pe ki përpara dhe Allah nuk po ta lejon ty me ndalu namazin, me nal namazin, edhe smunja, edhe i palëvizshëm nëse je, nuk bën me lor namazin. Namazin nuk lihet. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, kushdo që e lën një namaz, hiqet ndihma Allahut. Çfarë thash? Ne jemi këtë namazi, elhamdulillah. Edhe këto hadithe, po i citoj shkaku që jemi kretë namazli. Po këto hadithe mi thonë atyve që s'falin hiç namaz, o pak problem. Atyve du të mi thonë pak shpresa. Pak ymit du të mi thonë që mi thonë do hadithe pak shpresë dënëse që mi janis namazit. Mirë, po pejgamberi sa më ka thonë një namaz, nëse e lini me vetë dëshirë. Një namaz hiqet ndihma Allahut azza wa jall. Çumas e mu pendu edhe mu kthy prap. Hadith, pejgamberi sa më ka thonë. Nuk po them që ki dalë për fesë, po them që çështja është e rrezikshme. Andaj namazin keni kujdes shumë, e sidomos në xhami me fal. Se pejgamberi sa më ka thonë, kushdo që e dëgjon ezanin, nuk i përgjigjet ezanit, thot s'ka namaz. Hadithi po thot s'ka namaz. Çish kuptohet kjo? I kanë mbledh ulemaja hadithet, kanë thonë që e merr gjunohin dhe normalisht i pranohet namazi po shpërblimin se ka 27, shkallë 25, që ka në hadith, edhe merr gjunohin e mos përgjigjes së ezanit. Apo. Pastaj thot dalja e diçkaje të ndyrë dhe të pist prej trupit, kjo është e dishme, largimi i vetëdijes me anë të gjumit apo të diçkaje tjetër. Bukur. Gjumi aprish abdesin, vllazni? Po ajo? Po. Bukur. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka fal namazin sunnet sabot, edhe është dëgjue kratmi ati që ka flet dhe pastaj u quhe ka fal farzin, s'ka marrë abdes. Qa mi bu tash kësaj mesele? Ju thot po. Jo, ka flet,
ka flet sa që është një krotja. E krotja është një. Qysh me kuptu këta? Normalisht ka pas, qoftë gruaja, qoftë dikush. Nëse nuk ka pas gozë dhe sana, dhe më thonë këtë është në rejtuan që se ka pas. Bukur, je afru shumë edhe qashtu është. Normal, gjumi në esencë. Gjumi në esencë, vllazni, se prish abdesin, por se ulemaja e kanë thonë, ti nuk e din çka ki bën në gjumë. Para të arsye, si të flen, du të me ripërsërit abdesin. A keni vrejt për shembull në kotje, kur je fla 2-3 sekonda, a prishet kjo? Se prish. Se jesi në kotje, si në gjumë je, por njëkohësisht e din nin. Nuk e prish kjo. Kjo tamam nuk e prish. Ama nëse kanë thonë ulemaja, tamam shtrihesh mirë, rahatohesh mirë. Si që rahatohesh në gjumë të natës, kjo nuk ki ti siguri a e ki prish, a se ki prish. Se s'din, nuk e din. Mirë, por në sens gjumi se prish. Ose për shembull veç çtu pështetesh pak edhe kotësh. Shpesh e na ndodh neve në gjumë, për shembull tu si tu ne vetë tap kotën. Se prish kjo abdesi. Edhe një dobi peceke, në kohën e gjumos, nëse vjen gjumi, ndron e vendin, thot, pejgamberi sa ndron e thot se ju kanë bizotru shejtani. Ndron e vendin. E dyta, mos me fol tjetrit, se temën për lidh, as mos mi thon vllau ton të hesht, sepse e hub shpërblimin. Mos mi thon hesht me gjuh, me zon, po hesht mi thon kështu me gisht lejohet. Se ka plot xhamatli që e falin namazën e gjumos, nuk falin 5 vaktet dhe nuk e din këtë ndalesë. Nuk e din këtë gjë që ja prish shpërblimin e gjumos, faljes gjumos, edhe flet subhanallahu, merr telefonin, këqyri, shkruan, flet ku e diuna, nuk e din që e hub shpërblimin. Andaj mundeni mi thon vetëm hesht kështu me gisht. Dhe këto e thot Sheh Meshuri, e bën një krahasim që pejgamberi sa ka thënë kur t'ju jep selam dikush dhe jeni në namaz, a lejohet me kthy selamin? Po ajo. Me isharet. Dhe më thonë, me goj nuk lejohet, që shenë namaz, vjen atë nane dhe thotë, selam aleikum, veç me dorë japë, kështu pa full, veç me dorë japë edhe kështu. Mos harronin se në fillet e para të islamit, kanë full sahabit. Selam aleikum, a ju konë namaz, tu thonë të hijatin, selam aleikum, ja ka bua atë nane, aleikum, selam të Allah, si a e mirë, prap ka vazhdu. Pastaj është ndalu. Pastaj është ndalu kjo si dispozit, sepse dispozitat fetare kanë ardhur gradualisht tu përforcu, apo tu, do më thonë, bindja e tyre. Pastaj kemi prekja e organit me dorë, duke mos pasur asnjë pengesë, qoftë organi para ose mbrapa. E këtu ka mesele këto. Nëse veç preket pa epsh, kalim thë kështu, veç preket, a prishet? Nëse preket me epsh, prishet. Qërta është jenë 2 hadithe. Kushdo që e prek organin, prishet. Hadithi tjetër, çfarë thot? Thot ajo është pjesë e trupit tuaj. Do të thonë që se prish. Apo me një asve. Imam Mukbili thot të 2 hadithe tjetër në dopta. Këne ulema tjerë thënë që në sakta. E rëndësishme, Sheikhul Islam Ibn Taymi i merr të 2 hadithet edhe e jep një vendim shumë të mirë që është shumë afër të vërtetës. Thot se hadithi një hadith thot prishet, prekja e organit, një hadith tjetër çfarë thot? Thot që është pjesë e trupit tonë, që s'ka problem, domethënë. Atëherë thot, nëse preket me epsh organi, prishet abdesti, nëse e prek tu e pastru ku e diune, apo atëherë nuk prishet, ose tu i vesh brekt të zonë, thot nuk prishet abdesti. Si pike 5 është një gjë e çuditshme që na nuk e dim, ngrënia e mishit të deves. Ngrënia e mishit të deves e prish abdestin. Pse qysh tek se dim? Nuk e dim. Do shta ka ulemat e kanë sqaru, më përveti, s'u mujt me gjithë për momentin, që pse prish mishi i deves. Momentin kur ti han mish deveje, të prishet abdesti, duhet mu qua dhe me marrë edhe një abdest. Largimi nga islami, Allah na mbroft ne dhe të gjithë muslimanët nga kjo, nuk ka dyshim, momentin kur bën personi ridde, bëhet murted, ati personi moj prishet abdesti. Është moment, lusim Allah mos me ndodh një njëri i tillë, një musliman tillë me pa, apo tonë përballë nesh, me qenë me abdest edhe me bo ridde. Allah na rujt, kjo është sprovë e madhe. Përsa i përket larjes së të vdekurit, po ashtu mendimi më i saktë është se nuk e bën të pavlefshëm abdestin sepse ka hilaf tu, apo kushdo që e prek
kushdo që e lan apo një të vdekur, që thot I prishet abdesti, realisht nuk I prishet. Dhe thot kjo është thënia e shumicës së dietarëve sepse nuk ka argument për këtë, por ai që e lan të vdekurin nëse e prek me dorë organin e të vdekurit pa asnjë pengesë, atëherë thot normalisht është I detyrueshëm abdesti. Ai e ka detyrë të mos e prek organin e të vdekurit përpos me ndonjë pengesë, me dorza, me diçka, edhe nuk ka problem. Ta shtrohet edhe një pyetje tjetër që më kujtu. Kushdo që I ka pleqt, apo edhe po e zom, ta zom është gruaja e një vllau të caktuar, edhe e ka vjerrin, apo ka vjerrin e palëvizshëm. Tek vjerra nuk është problem, se është femën, apo edhe kjo është femën gru, ku e diune, ndërsa tek vjerri është problematike. Qysh mja bo për shembull nëse burri është në punë, edhe gruaja është në shtëpi, dhe ka nevojë mu pastru ta zon vjerri. Çka kanë thonë ulemaja, si për ty Sheikh Uthejmini Ibn Bazi, kanë thonë e pastron me dorza edhe në vendet e fliqta, mirë po thot nuk shikon. Më thonë e pastron me dorë, gruaja jote, organin apo vendet e fliqta të vjerrit, po me dorza, me një pengesë me pas, edhe nuk shikon në vendet e turpshme sepse e ka haram. Një prej gjërave tjera që unë kum përfitu prej Sheikh Uthejminit rahimullahu taala, sa I përket injeksioneve. Masi kom punë me njerëz të smut, edhe jap injeksione, edhe te dora nuk është problem. Te dora nuk është shumë problem. Problemi është në kuk, mi thonë, kur t'je për shembull grave apo kujdeune. Se më ndodhin, mu qof mashkujve, qof grave, më ndodhin, mi thonë, gjilpona. Edhe tash, Sheikh Uthejmini a diçka thot. Thot, kur dën me dhonë një injeksion, thot, në kuk, në ato vende ku janë pak më të turpshme, thot synin fokusoj veç te vendi I dhënjes së injeksionit. Nëse gjatë dhënjes së injeksionit vetëm I sjell syt në djathtë të shmajt, atëherë ke hin haram. Sa atëherë ke hin te ipshi. Ke hin te ipshi. Nëse njëjtën e ki për shërimin e pacientës, edhe fokusin e ki veç te vendi, tash pak rëndësi ka, unë e po shoh kështu, unë e fokusoj synin, unë po shoh, mirë po këto tjerë I shoh turbull vllazni. Që fokusoni synin te një objekt, këto tjerë I shoh turbull, apo? Dhe për atë arsye Sheikh Uthejmini thot, nëse fokusohet syni te vendi I intervenimit, atëherë thot, nuk hin haram inshallahu taala. Dobija tjetër është nëse gratë tona a lejohet me shku te ginekologi, o e zom, Sheikh Uthejmini apo dietar tjerë çfarë thonë? Thonë që mas pari shikohet ginekologe femën muslimane, një, s'mundën ginekologe femën muslimane, ginekologe femën jo muslimane, s'mundën me gjetë këto, personi tretë është mashkull musliman ginekolog, dhe edhe këto nëse nuk ka e gjenë fund mashkullin jo musliman ginekolog. Dhe më thonë, qëto renditjet janë, sepse këtu ka të bëj me dhe më thonë, me një trajtim mjekësor. Trajtim mjekësor, për shembull ka pas raste në kohën e pejgamberit alayhis salam, gratë janë aktivizuar në luftë, në xhihad, që ja u kanë pastru varrën meshkujve. Sikur infermierët të na që janë. Nuk ka ndalesë. E nëse ti e pyet dikonin, po hoxha, lejohet me prek një mashkull tuaj, s'lejohet. Po në kësi raste, lejohet. Ose për shembull, jeni ta zom makinë, automjet jeni, edhe goditët një femën, midis rrugës. Edhe tash ti, jo valla, hoxha ka thonë, apo hadithi ka thonë që s'lejohet me ia dhënë dorën grus huj. Plus e dyta, ku me marr tash unë me çun në spitalin, po vetmona me gruan. Këtë bin. Këto janë daruriate. Këto janë domosdoshmi, kred bin. Haramin këtë rast bëhet halal. Sikur për shembull, je tu hongër diçka dhe të kanë metë në fyt. Kur gjë nuk ki ujë për vetë se alkoolin e ki. A lejohet? Po lejohet. E pin në moment. Që shkar në jetë kuranore për çështjen e mishit të derrit për mbijetesë, jo për mungi. Tash një çështje tjetër, a prishet abdesti nëse burri e pudh gruan e vet? Nuk prishet abdesti. Pejgamberi alayhis salam I ka pudh gratë e veta dhe ka shku në xhami. Mirë.
A prishet agjërimi nëse i puth gratë një musliman? Po e jo? Edhe po dhe jo. Jo, nëse ejakulon ai ec. Që kjo. Tash pi kallëzoj rastin e pejgamberit alayhis salam. Erdh një ri edhe e pyeti Muhamedit alayhis salam dhe i tha: "Am prishet agjërimi mu?" Tha: "Am lejo tha me puth gruan gjatë agjërimit?" Tha: "Jo." O kry. Erdh një plak edhe tha: "Am prishet ja Resulullah me puth gruan teme të kona agjërushëm?" Tha: "Jo, s'prishet." Tha: "Mundesh me puth." Tash sa çka bua, po këti i tha jo, këti i tha po. Sepse plaku e man epshin. I riu së ne man epshin. E njëri ndërta që e ka majt epshin ka qenë edhe Muhamedi alayhis salam. A i ka puth gratë e veta, mirë po, ka qenë agjërushëm. Ndërsa i riu 18-19 vjetë sa është martu, ai është në flugën më të madh të vlimit, apo kupton? Kështu që duhet me pas kujdes në këtë pikë, sepse po e prishe agjërimin me marrëdhënie intime, dihet që 60 ditë i ki. 61 ditë i ki me agjëru. Edhe ato çdo ditë. Qysh i agjëron 30 ditë, 60 do të më agjëru, 61 ditë, andaj keni kujdes, largoni pi grave ato ditë të agjërimit. Pikë tjetër, thot stolisja, mësimi 15 tash e krytëm, domethënë çështjen e abdestit. Thot stolisja me moralin që na ka urdhëruar sheriati e me të cilën duhet stoliset çdo musliman. Si pikë e parë, autori i librit e cek thot thënia e së vërtetës apo sinqeriteti. Shumë lun rol sinqeriteti. Wallahi në fillim mundet më koni idht nëse e flet të vërtetën. Mundet më koni idht, mundet më kon kundër teje. Veç fundin e kitë omël me lejnë Allah subhanahu wa taala. Njëherë kanë me shpift ndështëta për ty. Njëherë ki më koni keq ndështëta në mesin e njerëzve dhe vllaznive. Po me kalimin e kohës kanë mu bin që ti je sinqert, kur nuk rran. Dikush prej selefëve, çka ka thonë? Thot, apo në kohën e Omirit radhiyallahu anhu, një person ka vjedh. Edhe kanë qytë Omiri radhiyallahu anhu. Edhe ka thonë, ja Omer ka thonë, hera parë, hera parë. Edhe ka thonë, Allah zë gjës ta kish marë ftyrën me herën e parë. Një Allah e din t'i shaki bu dhe i qëtash. Për atë arsye, rëndësani, një ran, e bën tradit ranën, në fund mirët vesh për njerëzve, edhe bosh horë. Se nëse ran njëherë, pëndosh, Allah s'ta shpalën gjënojnë. Allah ta run derin. E nëse shpifët, pastaj ki shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. E dyta, përmbushja e emanetit fatkeqësisht. Se kjo përmbushja e emanetit, thënia së vërtetës, këto hin tek cilësitë e munafikut vëllai. Pejgamberi sa ka thonë, kush çdo që i ka 3 cilësi apo 4, ka ardhur në hadith tjetër, thot ai është munafik i vërtet. Ai është munafik i vërtet. Kushdo që e ka një prej cilësive të këtyne, 3 apo 4 cilësive, thot e ka një prej cilësive të munafik lëkot. Pjo bëj një pyetje. Allah në Kur'an ka thonë, me të vërtet, munafikunët janë në zjarin më të ullt, në deregjen më të ullt xhenemit. Munafikët janë në rangun, në deregjen më të ullt xhenemit. Muhamedi alayhis salatu wassalam po thot në hadith, kushdo që i ka qëto 3 apo 4 cilësi, është munafik i vërtet. Që ky hadithi a aludon për atë person që do të shkojnë në zjarin më të ullt xhenemit? Po jo. Kush do me fol, thuj po jo. Kush tha, pse jo? Qysh? 8-4 ati ka. Kur flet gënjen, emanetin se qënë ven, kur nervëzot, shpërthen. A ki pa për shamë dikush shumë mirje, veç pak me më nervëzu, atërë mo bën për 5 pare. Në një hub këtë mire. Në këtë cilësit i ka, që ky person, ahin të hadit të ajeti, innal munafiqina fi derki esfali minan nar. Me të vërtit, munafikinët janë shkallën më të ullt xhenemit. Hajde Adnan, a është asë është?
Kjo kërcnim ha. As s'ke këtu pare. Unë gjysh aty janë. Qa po thot? Kërcnim palon shka ke gjino, që aq që madhe është ndej. Si puna ata që nuk. Jo afrove. Çka në vepër tash? Hajde. Çka është? Dhe më thonë, sikur që është kufri i madh, edhe kufri i vogël, edhe nifaku është i madh dhe i vogël. Çto vepra që është i bo, a janë kufër këto? Po flet për ran. S'pemon premtimin, po s'janë kufër këto. E ky që në shkollë matul xhenem çka ka bë? Ky ka shfaq Islamin për jashtë dhe e ka mshef bindjen në edhe pse Muhamedi s.a.s. po thot munafik i vërtet është për qëllim munafik në vepër, sikur kufri i veprës në kufrin e bindjes. Është e qartë. Kufri që të fut në xhenem përgjithmonë është kufri që e ka bindjen kundër Allahut. Ky që po flet që po rran që amaneti se fal namaz. Çfarë më bëu ti? A ka kufrin në bindje kë? Se ka. E ka veç një foku në vepër. Amon çtu është ai dallimi. Ruajtja e nderit normalisht duhet me pas shumë kujdes me rujt nderin, edhe me rujt nderin muslimanit, mos me shpiv. Ka disa prej selefëve kanë thonë, nëse një person është pendu tek Allahu subhanahu wa taala, u pendu, ka bo tyli fart zeza. Edhe u ngrit natën ka kajt për atë vepër, për atë gjuna që e ka bo. Ka kajt. Kemi plot vllazni, 20, 25, 30, janë udhëzu, ka desht Allahu subhanahu wa taala. Fudail ibn Iyadi ka qenë cub o vllazni, cub. I ka nal njerëzit në për rrugë, i ka vjedh. Kush është Fudail ibn Iyadi? Kush është Fudail? Ati çfarë alamet dietari ka qenë. Edhe çfarë ky person po pendohet? Po e zon po pendohet prej drogës, po pendohet prej zinas, po pendohet prej vjedhjes. Edhe u çum pjesën e tretë natës, po kanë me lot në sy. Spinale lotët e ti të nkon të kojt, ja, rap falem. Edhe ti po qosh mas nej. Për me nënshmua, për me nënvlerësu, se s'po mund është ndryshe, për i thosht tja, pa ti unet në gjabre shaki boti. Wallahi, Allah zëvëgjel, nuk ja merë shpirtin akuzusit, pa e sprovu me qatë më katë që ja ka përmend ati. A i ka kajt, me Allahun e vetë o mshil, natën, e ti po dënë me hinë ndërmjet ti dhe Allahut azhajal, Allah azhajal s'ta merë shpirtin, pa të sprovu me qatë gjuna. Ki me ronë qatë gjuna. Po i tili me bo veç mi qu durt, në pjesën e tretë natës, qa bëndi? Pa ti ke pos gjuna, Allah, nuk ko që hajt në një që tash, elhamdulillah, fmi tonë, elhamdulillah, ka desht Allah që pi edukojmë edhe pi rujmë, po gjenerata jonë, shumica si jonë konë të dhëzum. Jonë uzu 20 jetë, 25 jetë, ko e dione. Edhe më shkumi për hapti i gjunat. Allah në arrujtë. Pastaj thot është turpi, edhe turpi, mirë po është një turp i mirë dhe turp i keq. Turp i keq është nëse të ndalen me kërku ditori. Me dëbo që me tarë dhe more me bo pytje. Kjo është turp i keq. Kjo nuk është turp i mirë. Një prej njerëzve të cilët është turpruar aq shumë, edhe me laqe është turpruar, ka qenë Uthmani radiallahu anhu. Pi kallëzoj një rast me pejgamberin s.a.s. Pejgamberi s.a.s. ka qenë i pështetën, edhe i ka pas deri, dhe më thonë këtu atë izarin, atë robën, edhe ka një Ebu Bekri Omeri, nuk ka lëviz. Pejgamberi s.a.s. nuk ka lëviz. Si ka hi Uthmani radiallahu anhu, ka lëviz edhe ja ka po kështu. O të është çudi pse te Ebu Bekri dhe Omeri nuk e ka bot njëtin veprim me Uthmanin, a di çka thot? Thot prej Uthmanit radiallahu anhu turprohen edhe me lajket. Ju vjen marre edhe me lajkeve. Që është njëri turpshëm që ka qenë. Aq sa je turpshëm ti para Allahut subhanahu wa taala, çaq edhe me lajket ndajtejen të turpshëm. Aq sa ti tutësh prej Allahut, qaq tutët shejtani piteje. Aq sa i fuqishëm, apo me bindjen e fuqishme që ka qenë Omeri radiallahu anhu, para Allahut subhanahu wa taala, shejtani iblisi e ka ndru rrugën. Kur e ka pa Omerin me një rrugë, e ka ndru rrugën. S'ka guxu me dal për ballë.
Këta kanë qenë sahabit e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Trimëria, bujaria, normalisht. Tek trimëria është karakteri njeriu, subhanallah. Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, më kujtu e ka në libër ti Qeverisja Islame, aty e trajton, thot nëse pushtetari vllazni është i ashpër, duhet mi a gjetë një zëvendës dëbut që është. Pak ma të canë, me thonë. Apo kupton? Pse shtrohet pyetja? Po ky bën kërdimër, kërdi bën. Ky pushtetari, më koni i egër, bën kërdi. Ky që ka tut, ky zavenci që ka tut këshilltar, thot ka dalë o prisës zbon kështu anë këni, se mund më na ndodh kështu anë këni, e bjer pak në mesatare. Nëse është tutcan, po themi, mos themi tutcan kështu, po kushtimisht është shumë i but, duhet më gjet një këshilltar. O ti, pas peshëmër që kanë të botë ja. Me nxit pak për me bëni mesatare. Më thonë që çfarë fjalë të madhe e ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija, thot bujaria, normalisht bujaris diskutohet më, mbajtja e besës, largimi nga çdo gjë që na ka ndaluar Allah, respektimi i fqinjit, saqë respektimin e fqinjit, edhe po përfundojmë respektimin e fqinjit, pejgamberi alayhi salam aq shumë ka urdhnu për respektimin e fqinjit kojshis, saqë mendova hise kom i dhon komshis. Hise kom i dhon komshis, aq shumë. Kjo kontradit tek na, i kanë ndihmu, fqinjve i kanë ndihmu, s'ka pas ushqim, i kanë qu. Ka qenë kjo tradit tek ne. A dini në rast që pejgamberit alayhi çdo ditë Jahudia ja ka qit bërllogin përpara shtëpisë. Çdo ditë bërllogin përpara shtëpisë. Një ditë s'pja qet. As një ditë bre nuk i ka thonë pse ma ki qit. As një ditë. Edhe një ditë s'ja ka qit. Ta shoh brengos Muhamedi sallallahu shkoj e këqyr, ha, qa o bo, s'ma qit bërllogin përpara. Edhe që kjo botë sebeb e pranon islamin e Jahudia. Që kjo botë sebeb. Apo, plot për ju muslimanve e kanë pranu islamin, vetë si e kanë pa karakterin atë icën e pejgamberit alayhi salam. Se i kanë thonë njerëzit, e kanë akuzu, i kanë thonë kjo shpifs, kjo poet, kjo sirbaz, kjo kështu. Një të nxo që bëjnë pasuzve të sunetit, tulli farë lagape, tulli farë sene. Muslimanve, besimtarve, edhe thotë vallahi kanë thonë ata që kanë pranuar islamin, që ky njeri në sytë e tij vrejet, apo në fytyrën e tij, necën e tij, që ky njeri vrejet që nuk o rëncan, nuk o gënjeshtar. Edhe kanë pranuar islamin me ecjen e tij, me karakterin e tij, andaj keni kujdes edhe gjatë ecjes, edhe gjatë çdo veprimi. Shikoni çka po bëni, se ju jeni shembull për besimtarët. Dhe e fundit, ndihma ndaj të vëbëktve sipas mundësisë, sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë, Allahu subhanahu wa taala muslimanët këtë ummet e ndihmon nëpërmjet të varfërve. Nëpërmjet të varfërve këtë ummet e ndihmon. Dhe i pasuri o sprov prej Allahut që të varfërit janë sprov për të varfërit janë sprov për pasanikat. Dhe thot duhet me ndihmu të varfërve atë sa kanë mundësi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu yashfur lak.